Të shtunën pasdite me kamerën ton ishim në tërgaj në brigjet e lumit Sem të komunës së Tuzit. Shoqata Trofta në bashkëpunim me organizatën turistike të Tuzit kanë marrë iniciativën vullnetare për pastrimin e mjedisit nga mbeturinat. Ky aksion është një shembull ndërgjegjësimi dhe qytetarie në ruajtjen e natyrës dhe të shëndetit publik nga ndotja. Një sistem ekologjik i pastër është një jetë e shëndetshme dhe e sigurt për të gjithë. Të rinjt e kësaj zone e dëshmojnë më së miri rëndësinë dhe vlerën e një mjedisi të pastër të gatshëm për të ndihmuar. Për të dhëna më të detajuara rreth këtij angazhimi, ne intervistuam kryetarin e shoqatës Trofta, Ermin Kajoshaj, dhe drejtorin e organizatës turistike të Tuzit, Alen Gjokaj. Sa i përket aktivitetit të sotshëm, është pjesë e aktivitetit Clean Up Montenegro, organizuar që sa vite nga organizata Zero Waste Montenegro, dhe që 3 vjet organizate qeveritare Trofta në bashkëpunim me organizata tjera nga Malësia merr pjesë si koorganizator i këtij aktivitetit. Duhet të them se një gjë e mirë që ka ndodhur këtë vit është se institucionet janë të angazhuara në këtë aktivitet, gjë për të falenderuar. Bëhet fjalë pikërisht për organizatën turistike të Tuzit, cilët duhet falenderuar sepse sado që mendojmë se kemi fuqi ne si organizatave qeveritare, mesazhi është shumë më i fuqishëm dhe depërton shumë më shumë sa i përket aktiviteteve për pastrim dhe gjitha aktiviteteve tjera, kur institucionet lokale janë të kyçura në aktivitete, dhe mendoj se aktiviteti i sotëm do të jetë i suksesshëm. Ne kishim një aksion sa i përket ditës sotme në mëngjes me nxënësit e shkollës 29 nëntorin dhe dinosh, cilët për më pak se 1 orë arritën të mbledhin afro 95 kg mbetje, 19 prej tyre që ishin për reciklim. Dhe gjithashtu kemi shkollën e mesme të Bërzir 25 maj nga Tuzi, dhe cilët na bashkangjitën sot në këtë aksion. Dhe mendoj se me të vërtet sot do dërgohet një mesazh shumë i fuqishëm sa i përket ruajtjes ambientit edhe aktiviteteve të tilla, edhe aktivizimit të rinjve dhe gjithë qytetarëve në Malësi. Sa janë të angazhuar të rinjt e këtyre zonave që të ndihmojnë vullnetarisht? Puna vullnetare është shumë e vështirë, sepse bëhet fjalë për një gjë që duhet punuar, por mos të kemi asnjë gjë personale në kthim. Kur them personale mendoj sepse është një e mirë gjenerale të themi për gjithë qytetarët dhe të gjithë ambientin, kështu që në Malësi mendoj se mungon aktiviteti dhe aktivizmi sa i përket organizimeve të tilla, po edhe organizimeve tjera sa i përket ambientit ose çdo lloj teme tjetër, është në minimum. Unë do t'ju bëj thirrje edhe qytetarëve të Malësisë, të cilat do moshë, sepse nevojitet aktivizmi për të arritur diçka, për të çuar një mesazh sa më të madh, por prapë thom jemi në minimum për momentin. Shpresojmë se do të jetë më mirë, duke pas edhe parasysh se çdo vit që kemi organizuar që 3 vjet me radhë, aktivizmi është duke u rritur dhe vullnetarët numri i vullnetarëve është duke u rritur, dhe shpresojmë se kështu do vazhdojmë dhe shpresojmë që do të jetë një numër sa më i madh çdo vit që do të organizojmë aktivitete të tilla, edhe pse jo edhe për ndonjë temë tjetër. Atëra mund të na thoni se cilat hapësira po pastrohen ndërkohë, pra ku ka filluar pastrimi dhe ku mendohet që të përfundojë? Sa i përket pastrimit ka filluar tek ura në dinosh, do të thotë pranë shkollës fillore, sepse aktivitetet e sotme i nis me të rinjt, do të thotë me nxënësit e shkollës 29 nëntori, dhe për atë arsye filluam edhe atje. Patëm rezultat, gjithmonë rezultati kur është në pyetje aktivitetet për pastrimin e mjedisit,
na bëjnë të lumtur, po edhe në të njëjtën kohë të hidhëruar, sepse e shohim se sa mbeturina ka në brigjet e lumit Sem, kurse sa i përket aktiviteteve tjera, po vazhdojmë me tërgajen. Kemi edhe disa lokacione tjera të cilat do të pastrohen. Në qoftë se arrisim sot, do i përfundojmë sot, në qoftë se jo, krejt varet prej kushteve atmosferike dhe mundësive që do t'i kemi në ditët në vazhdim për pastrimin e këtyre lokacioneve. Atëherën, a keni pas ndihmë nga kusht tjetër përveç që vullnetarisht ju kanë ndihmuar dhe dikush tjetër në këtë nismë? Sa i përket ndihmave, nuk ka shumë nevojë ndihmë financiare sa i përket këtij aktiviteti, sepse nuk kemi nevojë për të holla, ne kemi nevojë për njerëz të cilët do të jenë aktiv, që do të vinë këtu dhe së bashku ti mbledhim këto mbeturina të cilat faji kryesor jemi ne për arsyen se janë këtu, por prapë them mbështetja më e madhe që kemi pas këtë vit ishte organizata turistike e Tuzit, me të cilën e falenderojmë përzemërsisht. Atëherë, cili do të ishte mesazhi juaj për të ndërgjegjësuar të gjithë të rinj, por edhe banorët që jetojnë këtu në mënyrë që të bëjnë sa më shumë kujdes në hedhjen e mbeturinave dhe në pavend kuptohet? Por tash, sa i përket mesazheve, ka shumë mesazhe që mund të drejtohen qytetarëve të Malësisë, por një mesazh duhet cekur, se ne si banorët Malësisë nuk duhet të fajsojmë askën tjetër përpos veten, për gjendjen të cilën e kemi ambientin, sepse ne jemi ata të cilët e ndosim ambientin, edhe ne jemi ata të cilët duhet të pastrojmë ambientin, sepse është shtëpia jonë, është ambienti jonë, është Semi jonë, kështu që mesazhi kryesor është që në qoftë se ne duam të kemi një ambient me të vërtet të pastër, duhet të fillojmë nga vetvetja. Si e ndërlidhni pastrimin e ambientit me vlerat ekologjike të vendit, duke përmendur këtu sigurisht edhe turizmin, duke patur parasysh se lumi Sem është vërtet një pikë turistike e cila vizitohet jo vetëm nga banorët, por edhe nga njerëz që vinë nga jashtë vendit? Po, sa i përket aktiviteteve të tilla, unë mendoj se do ishte shumë më mirë të kemi edhe më shpesh, duke pas parasysh se komuna jonë nuk ka kapacitet sa i përket mbledhjeve në mbeturinave, për shkak të mungesës forcës punëtore, por gjithashtu edhe mjeteve për pastrim, dhe mendoj se aktivitetet tilla dhe organizime tilla duhet ketë që qytetarët e Malësisë të aktivizohen sa më shumë dhe ambientin e lumit Sem, shtratit lumit Sem, brigjeve të lumit Sem, ta bëjmë sa më të pastër, sepse e kemi parë këtë vit se Semi ishte një vend shumë i frekventuar, besoj se më shumë se çdo vit tjetër. Aty duhet falenderuar edhe organizatën turistike prap me aktivitetet cilat kishte për lumin Sem, dhe mendoj se interesimi sa i përket lumit Sem dhe përdorimit lumit Sem për turizëm do rritet, por aty duhet cekur edhe lokalet cilat janë pranë lumit Sem, cilat duhen kenë shumë kujdes gjatë punës tyre, dhe mendoj se komuna jonë duhet ketë një rregull edhe sa i përket lokaleve, por nëse vendosim që lumin Sem me të vërtet ta ndrojmë në një vend turistik për të gjithë, duhet që lokalet të kenë një rregull, por normalisht barabartë me rregullat duhet të kenë edhe kushtet për zhvillimin e punës së tyre në mënyrë sa më ekologjike, në mënyrë sa më ligjore, dhe mendoj se kjo është një gjë që duhet punuar shumë, sepse kemi mungesë në këtë drejtim sa i përket edhe institucioneve lokale, por edhe institucioneve shtetërore, gjithësisht për Semin. Atëherë dhe së fundmi, a keni hasur vështirësi gjatë pastrimit së ditës së sotme, pra duke patur parasysh se shishet plastike, mbeturinat hidhen edhe në vende ku është terreni paksa më i vështirë për të mbledhur. A jeni hasur me këto problemesh? Sa i përket terreneve nuk ishin të vështira, sepse ne ashtu edhe i zgjidhëm duke pas parasysh se disa edhe nga aktivistët janë edhe nën moshë,
por ka dhe aktivistë të cilët nuk janë nga Malësia dhe nuk e dinë terrenin. Kështu që sa përket këtyre vështirësive të terrenit nuk kishim, vështirësia më e madhe e ditës së sotit ishte do të thotë temperaturat e larta të cilat i kishim dhe u munduam që me shpejtësi ti përfundojmë gjitha aktivitetet që i kishim të para, kurse aktivitetin kryesor që jemi këtu e lam për një orë më të vonë vetë faktin se është në këtë pjesë të Cemit është edhe hije më e madhe gjatë orëve të masditës dhe mendojmë se do të jetë shumë me sukses dhe nuk do kemi aq vështirë sa në mëngjes. Ne marrë film internacionale. Është një iniciativë e bukur, sa do pak të mundohemi të ndërgjegjësojmë njerëzit që e shohim niveli pastërtisë në komunën tonë, por edhe më e zerë nuk është në nivelin e duhur. Këso lloj aksionesh janë të mirëseardhuna dhe mirëprituna nga të gjithë ne, të bëjmë sa do pak që nesër ndoshta të përmirësohemi nga ky këndvështrim. Si e shihni ju gatishmërinë e të rinjve, pra vullnetin e tyre për të ndihmuar sa do pak në mbledhjen e mbeturinave, kanë qenë ata të gatshëm? Të rinjt deri në mas të themi janë përgjigjë pozitivisht, por sigurisht ka vend për avancime edhe aty. Si në çdo aktivitet që kishim edhe më herët, por edhe në këtë aktivitetin e sotëm prita se ndoshta do të vinë edhe një numër më i madh i tyre, por sa do pak nuk është një numër i vogël, por shpresojmë se në të ardhmen të jetë edhe më i madh. Atëherë, a do të vijoni dhe në ditët në vijim për pastrimin nëse nuk përfundohet me sot? Shiko, pastrim këtu kishte me pas jo për ditë, po për muaj në vijim. Ashtu që ne sa do pak të japim një mesazh, të ndërgjegjësojmë njerëzit sa do pak se mos veprojmë kështu si që veprojmë këto plazhe, i kemi shfryzuar mrapa 3 muaj çdo ditë të themi. Te ne ja kemi edhe borç jo veç plazheve, po komplet natyrës pak të pastrojmë, të rregullojmë, sepse tash niveli i ujit shkon e rritet edhe ato mbeturina mbahen nga ky vend në një vend tjetër e kështu me radhë, ashtu që shpresojmë se sot të kryejmë një punë të bukur, ndoshta edhe ditë vjen në vijim, pse jo. Po gjatë ditës keni hasur pengesa të ndryshme në vështirësi në mbledhje ose edhe për shkak sepse disa nga njerëzit edhe vazhdojnë ende të lahen në lumin Cema, ka patur pengesa të kësaj natyre? Jo, nuk kishte. Biles të themi edhe ata që ishin duke u larë kur na panë se jemi duke bërë reaksion, disa nga ta edhe na bashkangjitin, ashtu që nuk kishte këso lloj pengesash. Atëherë, mund të na thoni dhe së fundmi, a do të ketë aktivitete të ngjashme pra si kë, ku ka të bëjë me ndërgjegjësimin dhe sensibilizimin e banorëve në komunën e Tuzit? Sigurisht. Ne si organizatë turistike edhe ndërmarrim vetë kësa aksionesh, por edhe përkrahim organizata tjera si që janë organizata konkretisht tash Trofta edhe organizata për mbrojtjen e Cemit. Edhe në të ardhmen sigurisht do të ndërmarrim kësi hapash.